Allahu ka përmendur se haxhiut nuk I lejohet gjahu. Sot nuk është kjo diçka e mundshme. Po në të kaluarën, njerëz me karavan ka kaluar nga shkëtirët e shumta, ka mujtë me ndonë një nga kafshët që janë për gjyeti. Jo bakti, jo lop, dele apo deve. Flas për ato që janë për gjah, për gjyeti që hahet mishi tyne, e që jetojnë të lira në hapësirët e shkëtirës. Allahu xhallahu ala tha me që e keni veshur petkun e bardhë, petkun e besimit, petkun e adhurimit, nuk lejohet të derdhni gjak, qoftë edhe ai gjak I kafshës së lirë në natyrë, që është për ushqimin e juaj. Ja ejuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, në emër të besimit, la taqtulu as-sayda wa antum hurum, o ju që keni besuar, mos e mbytni gjahun, atë që keni për gjyeti, duke qenë të veshur në ihrama. Do me thonë, në situata të këtilla, edhe një gjak I këtillë është I ndaluar. E mos flasu kur besimtar desh petkun e tij të I haxhit dhe vesh petkun e jetës, si duhet të jetë kujdesi për gjakun e njeriut, që është krijesa më e privilegjuar, më e ndershme Allahu te barekuhu teala. Nëse gjaku I një drenushe, gjaku I një lepuri I ndaluar në kohën e haxhit, zban aktivitet haxhit nga si në adhurim, çfarë flasim për gjakun e njeriut, që në vazhdimsi ti I vesh me petkun e besimit, me çfarë drejtë e der gjakun e njerit? Sa ka argument që Allah na thret që të ruhemi nga gjaku, nga se gjaku është barë e rëndë, gjaku është mëkat I madh, gjaku është pasojë e rëndë, është dënim I rëndë. E që fatkeqësisht sot po shohim apo dëgjojmë raste jo të rralla të vrasjeve të ndryshme, dhe kur shohim për motive të jetë banale, për motive të jetë të ulta, privohet dikush nga jeta, apo privohet dikush nga prindi I tij, privohet dikush nga burri I saj, dikush privohet nga vllau, nga motra e kështu me radhë. Për çfarë arsye? Për çfarë arsye? Pse ndodh kjo? Për shkak se nuk kemi përgjigj si duhet thirrjeve të Allahut azza wa jall. E është shumë absurde të ndruzur. Shumë absurde është që dikush të tenton në çfarë do mënyre që në emër të përgjigjës ndaj Allahut të vret njerëz të pafajshëm, të derë gjakun e njeriu.